Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Ziadin Sela nga Fronti Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut akuzoi për mungesë transparence në procedurën e miratimit të propozim ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat në qeveri. Sela thotë se pas miratimit në ekzekutiv ligji nuk është publikuar për t'u parë nga qytetarët, ndërsa do të dërgohet në Komisionin e Venecias. Kërkush nuk e ka një kopje të ligjit, bëhen iniciativa dhe dërgohen në Komisionin e Venedikut një ligj, dhe për këtë nuk janë të informuar as qytetarët, nuk e gjen dot në faqen e qeverisë, se kush ka qenë ka ky ligj, nuk e gjen dot të shpallur askund. Ministri i Shëndetësisë Republikës Maqedonisë së Veriut Azir Aliu thotë se mjekët e personeli mjekësor janë shprehur të kënaqur me zgjidhjen e përkohshme për problemin me parkingun në qendrën klinike, respektivisht që të shfrytëzohen 300 vende parkimi në objektin Limak. Да, дел од синдикатот, веќе дел од синдикатот се го поздравуваат овој чекор. Јас ке имам средба со нив, јас сум човек во кој што можам и степ бек да направам, ако грешиме во процесите, мене воопшто нема да ми биде да се срамам пред вас, да кажам да овој чекор не беше добро смислен и се враќаме на првичната ситуација состојба. Po, një pjesë e sindikatës, sepse pjesa tjetër e përshëndet këtë hap. Unë do të kem takime ta. Jam një njeri që mund të bëj dhe hapa prapa. Nëse gabojmë në proces, as pak nuk do të turpërohem përpara jush të them po, ky hap nuk ishte menduar mirë dhe kthehemi në situatën paraprake, deklaroi Ministri i Shëndetësisë i Republikës së Maqedonisë së Veriut Azir Aliu. Kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut Histra Mickoski paralajmëroi investim për më shumë se 200 milionë euro në shëndetësi me mbështetje britanike. Ministria e Shëndetësisë duhet kërkojë nga Ministria e Financave të shpallë një tender përmes të cilit institucionet financiare dhe banka do të shprehin gatishmërinë dhe interes për të financuar atë projekt dhe natyrisht kushtet më të mira që do të ofrohen ne do t'i pranojmë dhe do t'i zgjedhim, tha Mickoski. Përmes saj synohet përfundimi i spitalit klinik në Shtip, ndërtimi i fakultetit të mjekësisë së bashku me konviktin e ri studentor me 200 shtretër, ndërtimin e spitalit në Kërçov me shtëpinë e shëndetit dhe rekonstruksionin e plot të spitalit klinik në Tetov. Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut shpreh shqetësim për rolin e Bullgarisë në stabilizimin e Ballkanit Perëndimor. Tinço më shumë si tha se politikanët bullgar kanë rënë në ndikimin e narrativës ruse. Ata me vetëdije ose pa vetëdije hynë në një narrativ klasike ruse që ka për qëllim destabilizimin e të gjithë rajonit, sepse kur nuk ka siguri në rrugën drejt integrimit evropian, kjo nuk është një situatë produktive nga një këndvështrim rajonal. Unë gjithmonë i kam ftuar dhe vazhdoj të ftoj fqinjëtarë në Sofje që të bashkëpunojmë, të kemi dialog, por në të njëjtën kohë të respektojmë, tha Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut. Përpjekjes për normalizim të marrëdhënieve me Bullgarinë ju bashkua dhe presidentja Gordana Siljanovska. Me këtë rast, ajo komentoi dhe vendimin e Parlamentit Evropian që të refuzohet pretendimi i Bullgarisë, ku kërkohej që pas termave gjua maqedonase dhe identiteti maqedonas të shtohet fjala moderne. Знам што значи модерен. Не постојат предмодерни, модерни, постмодерни нации и јазици. Сите нации настанале во втората половина на 18-тиот век и во 19-тиот век, па и нашата. Fillimisht si profesoresh nuk e di se çfarë do të thotë modern. Nuk ekzistojnë kombe dhe gjuhë paramoderne, moderne dhe postmoderne. Të gjitha kombet kanë lindur në gjysmën e dytë të shekullit të 18 dhe në shekullin e 19. Ashtu dhe ynit, tha presidentja Gordana Siljanovska Davkova, ndërsa zhvilloi një takim dhe me kryeministrin bullgar Rosen Zhiljaskov. Јас имав пријатен, протоколарен, пријателски разговор со бугарскиот премиер вчера. Paradarke kisha bisedë të mirë protokollare dhe miqësore me presidentin bullgar, për nevojën për mirëkuptim të ndërsjellët pa ndërmjetësim, për nevojën që të respektohemi, për nevojën që ta ndjekim frymën e dy popujve, për nevojën që të ndihmohemi, për nevojën që ai që është brenda t'i ndihmojë ata që shkojnë drejt Bashkimit Evropian. Unë i mas fjalët, besoj në nevojën për mirësi, besoj që kjo do të ndodhë dhe mendoj që është diçka e pashmangshme, tha Gordana Siljanovska për TV21. Ministri i Brendshëm bullgar Daniel Mitov konfirmoi se mbi 216.000 pasaporta bullgare u janë dhënë shtetësve qytetarë të Republikës Maqedonisë së Veriut. Në periudhën nga janari 2007 deri më 17 qershor 2025 u janë lëshuar 216.504 pasaporta qytetarëve bullgar, për të cilët ka informacion për një shtetësi të dytë të Republikës Maqedonisë së Veriut, deklaroi ministri i Brendshëm i Bullgarisë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
Kosova dështoi për të 37-ën herë në konstituimin e kuvendit. Kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari kërkoi nga Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike, Alianca për Ritmin e Kosovës, Nisma dhe Lista serbe që të bëjnë propozimet e kandidatëve të tyre për komision për votim të fshehtë, por këto parti nuk pranuan dhe nuk morën pjesë në votim. Nga 92 deputet pranishëm, 52 deputet votuan pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Kandidatja për kryetare e Kuvendit Kosovës nga radha e televizjes Vetëvendosje akuzoi opozitën për zvarritje të qëllimshme të konstituimit të kuvendit. Albulena Xhiu pretendon se opozita po e zgjat mandatin e qeverisë Kurti në mënyrë të pajustifikueshme. Në një deklaratë për mediat pas dështimit të seancës, Xhiu tha se Vetëvendosje e përmbylli mandatin në mars dhe aktualisht qeveria është vetëm në detyrë, por për shkak të bllokadës nga opozita, proceset institucionale nuk po ecin përpara. Me mungesën e vullnetit për të konstituar Kuvendin e Republikës së Kosovës, opozita po e zgjat mandatin e qeverisë Kurti. Ju e dini që ne në mars e kemi përmbyllur mandatin ton dhe jemi qeverinë detyrë, por është jashtëzakonisht e rëndësishme që të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës në mënyrë që pastaj të fillojnë afatet për zgjedhjen e qeverisë së Republikës së Kosovës. Tërësisht të papranueshme komentoi nënkryetare e PDK-s Vlora Çetaku dështimin e 37 me radhë për konstituimin e kuvendit. Ajo akuzoi Vetëvendosjen dhe Albin Kurtin për kryenësi dhe papërgjegjshmëri. Për lëvizjen Vetëvendosje, për Albin Kurtin, pushteti është më i rëndësishëm se shteti. Egoja është më e madhe se Kosova. Ambicia është më e madhe dhe më e rëndësishme se demokracia. Kjo situatë duhet të marrë fund dhe presim nga lëvizja Vetëvendosje që të reflektojë. Ishte Vlora Çetaku nga Partia Demokratike e Kosovës. Kryetari i LDK-s ju përgjigj kandidates për kryetare të Kuvendit të Kosovës Albulena Xhiu. Lumir Abdixhiku hodhi poshtë pretendimet se opozita po i zgjat mandatin kryeministrit Kurti. Sipas kryetarit të partisë së dytë më të madhe opozitare, është kreu i Vetëvendosjes, që ka pushtuar detyrën e kryeministrit dhe të deputetit. Mos i dëgjoni gjithë njerëz që flasin gjëra pa fije inteligjencë, si po ja zosin mandatin e zotit Kurti. Është jo legjitim, nuk ka mandat, e ka uzurpuar detyrën e kryeministrit edhe të deputetit në njëjtën kohë. Nuk ka logjik në gjë të tillë. Është urgjente të bëhen institucionet e Kosovës. Deklaroi Lumir Abdixhiku nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kryetari i Nismës Social-Demokrate Fatmir Lima i kërkon përgjegjësi politike dhe arritjen sa më shpejti një marrëveshje ndërmjet partive në mënyrë që të mundësohet ndërtimi i institucioneve të qëndrueshme të kuvendit dhe qeverisë së Kosovës. Në një deklaratë për mediat, Lima i tha se Kosova ka hyrë në një fazë ku vendimet duhet të merren me seriozitet dhe jo të zvariten përmes kalkulimeve politike dhe lorave me fjalë. Në duhet, e thash edhe mranda, për kushtimi, angazhimi, sa më shpejt me pas marrëveshje politike, ato që këto vazhdimisht juve. Marrëveshje politike, e cila pasaj për cilët bëron ndërtimi i institucioneve stabile, kuvendit edhe qeverisë. Dhe forcat politike të Kosovë, ka dalë duhet më ikë nga kalkulimet, edhe lojra fjalësh, po duhet të fokusohen të përqendrohen për mbushjen ato që presin qytetarët e Kosovës, ato që pres shteti i Kosovës, sa më shpejt, edhe ashtu jemi të vonuar, tepër të vonuar. For kryen testime në urën qendrore në Ibër në Mitrovic. Qeveria në detyrë e Kosovës tha se nuk ka asnjë informacion se kush qëndron pas tyre. Deputeti i Vetëvendosjes Fitore Pacollit tha se as KFOR dhe as Bashkimi Evropian nuk ndërmarrin një veprim në Kosovë pa konsultuar me autoritetet kosovare. Testime mbi urën e Ibrit janë kryer dhe më herët nga qeveria e Kosovës, por ai veprimi përcoll me reagime nga Bashkësia Ndërkombëtare. Bota. Shqipëria konfirmon mbështetjen e palëkundër për Ukrainën. Mesazhi erdhi nga ministri i Punëve të Jashtme Migli Hasani përmes rrjeteve sociale pas takimeve që pati me sekretarin e shtetit Marco Rubio me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe të sigurisë, njerëz zëvendës presidente e Komisionit Evropian Kaja Kallas dhe me homolog nga vendet anëtare të BE-s në kuadër samitit të NATO-s. Ministri Hasani shpreh se gjatë takimit të Këshillit NATO-Ukrainë në Hag, Shqipëria ndër të tjera vlerësoi dhe rolin udhëheqës të SHBA-s për zgjidhjen e krizës në lindjen e mesme, si dhe rolin të një shtylle të fortë europiane për unitetin dhe qëndrueshmërinë e aleancës. Armëpushimi midis Izraelit dhe Iranit të ndërmjetësuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump duket se po zbatohet të mërkurën. Reagimi vjen një ditë pasi dy vendet sinjalizuan se lufta 12 ditore kishte mbaruar. Palët shpallën fitoren të martën pas 12 ditësh luftë, secilës SHBA-ju bashkua me sulma ajrore në mbështetje të Izraelit për të shkatruar implantet e pasurimit të uraniumit të Iranit. I dërguari i Trumpit për lindjen e mesme, Steve Witkoff, tha të martën vonë se bisedimet midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit ishin premtuese dhe se Washingtoni shpresonte për një marrëveshje e paqe afatgjatë. Trump tha se bombarduesit amerikan kishin zhdukur programin e Iranit për të zhvilluar armë bërthamore, por pretendimi i tij kundërshtua nga një prej agjencive të inteligjencës administratës së tij.
Sipas raportit i cili u argëtua nga Agjencia e Inteligjencës së Mbrojtjes sulme terrore, bllokuan hyrjet e 2 objekteve, por nuk shemën ndërtesa nëntoksore. Nga ana tjetër, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu sa të martës dhe sulmi kishte eliminuar kërcënimin bërthamor kundër Izraelit dhe sa ai ishte i vendosur të pengonte çdo përpjekje të Teheranit për të ringjallur programin e tij të armëve. Irani ka ekzekutuar 3 shtetas e tij të akuzuar për spionazh në favor të Izraelit. Sipas autoriteteve iraniane, të dënuarit ishin shpallur fajtor për bashkëpunim me shërbimit inteligjencës inteligjencës dhe për përpjekje për të futur kontraband pajisje. Autoritetet iraniane kanë akuzuar prekosh Izraelin për përfshirjen në operacione të fshehta brenda territorit të vendit, përfshirje atentate ndaj shkencëtarëve bërthamor dhe operacione sabotazhi. Udhëheqësit e 32 vendeve anëtare të NATO-s u mblodhën të martën në mbrëmje në Haag për një darkë shtetërore të organizuar nga familja mbretërore hollandeze me rastin e samitit të Aleancës Perëndimore të Mbrojtjes. Ky takim është takimi i parë i NATO-s në të cilin merr pjesë presidenti Donald Trump pas rikthimit në Shtëpinë e Bardhë. Deri në vitin 2035 shpenzimet për mbrojtje pritet të arrijnë në 5% të prodhimit të brendshëm bruto, aktualisht ato janë 2%. Në të ardhmen të paktën 3.5% e prodhimit të brendshëm bruto duhet të shpenzohet për shpenzimet e zakonshme ushtarake. Përveç kësaj, në shumën prej 5% do të merren në konsiderat investimet për luftën kundër terrorizmit dhe për infrastrukturën që mund të përdoret edhe nga ushtria. Kancelari Friedrich Merz tha se Gjermania është e gatshme të marrë më shumë përgjegjësi brenda aleancës. Gjermania është rikthyer në skenën europiane dhe ndërkombëtare, tha Merz. Në një deklaratë qeveritare para samitit, kancelari kritikoi presidentin Putin që vazhdon të mos shfaqë gatishmëri për paqe. Ai bëri sërishtyrje për forcën e sanksioneve kundër Rusisë dhe shpreu besimin se dhe qeveria amerikane do ta ndjekë të rrugë. Putini kupton vetëm gjuhën e forcës, theksoi Merz. Në presionin e Trumpit, Aleanca nuk do t'i lëshojë Ukrainës një çek të ri me vlerë në miliarda. Po ashtu, sipas diplomatëve, në deklaratën përfundimtare nuk do të përmendet ideja e një perspektive pranimi në NATO për Ukrainën, ndryshe nga samiti i fundit në Washington me paraardhësin e Trump, Joe Biden. Britania shton armatimin. Qeveria britanike njoftoi sot të blejë 12 aeroplan ushtarak F-35A të cilët gjuajnë armë taktike bërthamore, duke përshkruar si rritjen më të madhe të aftësisë bërthamore në një gjenerat. Në kumtesë bëhet e ditur se blerja e aeroplanëve të tillë nga kompania Lockheed Martin ka mundësi që të mundësoj forcave britanike ajrore të sjellin armë bërthamore për herë të parë nga lufta e ftohtë, transmetojnë mediat britanike. Në epokën e pasigurisë radikale, më nuk mund të marrim paqen si të mirëqen, për çka qeveria ime investon në sigurinë tonë kombëtare, tha kryeministri britanik Keir Starmer. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.